Jo se nuk jam gjendje. Sepse nuk e ndi vetin që është mirë. Pisë më ka ndru babi jetë, nuk e ndi vetin që është mirë. Nuk i kemi ditë ka pas të marrë në kry, edhe kur hujnë operim, ujnë konveta, mas 3 orëve. Kom pri që ka më dalë të më përqapu edhe dullë që shdullë pasha një jetë. Anesha babit mi qiti dur, ta më standin, ta se babin gjithmonë kime pas. Edhe kështu që gjithmonë mendoj që jam alome kur dalë. Në mendje kujtimin që ruaj që më ka shtruhu me shpi. Binesh t'i ka bo me shpi, jo mu si kam dy binesh, me ngjetë se me zhvillim, jam pak me zhvillim të bëndshëm. Jo mu si vajz, po direkt bineshve javë ka gëzu shpin edhe kujtimi maj mirë njëtë është që më ka botmin me shpi. Ndryshe pjene kena shumë bukur. Po, pa tjetër. Edhe talem shumë mirë. Faleminderit. Apunon me qa merësh? Unë punoj e frizerk. Po. Që një 4 vite, jam kështu ndim se fradin frizerkës. Po. Nuk është biznes jytë? Jo, s'kam biznes teme. A ke qef të dalën u zgjeru me bërë si biznes statën? Una? Me zgjeru? Jo se nuk jam gjendje. Se? Sepse nuk e ndi vetin që është mirë. Pisë më ka ndru babi jetë, nuk e ndi vetin që është mirë. Po, edhe kështu që nuk jam gjendje për me hapë një biznes diçka të madhe, ashtu kështu dalë vish kur kam humbje kohë. Do thash punën e banë për me humbë kohë? Po, sikur më shkojmë, i kam shushni kështu të ka din ka hershme edhe kështu që ka motrën edhe shkoj të motra aty punaj ka herë. Abdullah, të sta kohë kjo për më prindin? Që 3 vite. Faleminderit. Po, nuk i kemi ditë ka pas të marrë në kry edhe kur hujnë operim, ujnë konveta, mas 3 orëve ka dalë dhe më thonë pasha një jetë. Sigurisht ta unë bësh një prind, e shumë që ke emocione shumë. Tipër. E di është gjysma jetës. Normal. Po, nonën e kam njëtë, falenderoj Zotin, falenderoj. Nonën e kam 66 vite. Mirë është, nuk është mirë me shëndetin asaj, jo, ka tensionin që qirin e këtu, po si do qoftë, falenderoj me Allahin që ato e ka me jetë, ajo është tylla jo në shpis, ajo përna përkrap për gjithë shka, dhe me to nuk ka bon edhe nonë edhe babë, edhe falenderoj me Allahin inshallah kemi më mirë gjatë. Një trënditje madhe për familjen. Normal. Normal. Një prind tash ku ta humbës është shumë e madhe. Shumë, ekstrem. Është gjithçka ndryshe. Patjetër. Ka ndryshuar gjithçka. Gjithçka, për mu personalisht, me gjithse tomëve për neve o një humbje shumë e ronë, tragjikisht si kemi pritë su konë shumë e fort edhe su anë kur, s'ka pi terapia kur, s'kemi di që ka të marrë dhe me thonë, edhe ka për adit për adit sulmi, 2 javë që ndrojnë spital, u shëru, që unë konveta, u hinë salë konveta, edhe më ka përqafu dhe me thonë herën e fundit mu, edhe kom pri që ka më dalë të më përqafu edhe dullë që shdullë pasha një jetë, kështu që u kom për tonë, se si kemi pritë diqka, po do të njëri më pajtu me fati për problem. Po, ma boni luanesha, babit mi qiti dur, ta më standin, ta se babin gjithmonë kime pas. Edhe kështu që gjithmonë mendoj që jam alome kur dalë. Po, bje. Shumë shtime më bje tu pa ta. Po, për hitë nanët. Për hitë nanët, për hitë mive, pos. Shumë vështirë, për pres ku më delë, se u hinë kom veta pres, çdo momente pres kur a delë diku. A ka bendoni me rakë me prindin, sa ka qenë gjatë, s'keni mujtë të realizu bashkë? Po, kum pas plan, kemi pas me shku herën e fundi që terë pak para si me ndru jetë, më ka thonë, babë dojna me shku vetë bashkë vitë më në të ndeti, po, se arretëm qëllimit. Kjo është saktimi, që ka caktuar faktitojmë ne. Kuptojmë kjo është proces. Normal, pa tjetër. Është proces. Jo sigurisht do të jetoni tash jetën. Patjetër. Shihoni jetën kujtimet të bari për të. Po, more, e falenderoj me Allahun që inshallah u shkuaj në xhenet. S'na kalu me keq për kur gjo, dhe me thonë, ne kemi pas krejt mirat, kena pas që na ka kushtu shpirtin neve, a na ka plëcu dëshirat e veta. Pa morë parasysh, ka mujt me punu, s'ka mujt me punu, a na ka plëcu kushtet neve. U gjindë, me gjithë shka me arsëtimet veta, s'na kalu keq për kur gjo, vëqë inshallah ka shpërbli Allahi me xhenet edhe do me thonë, neve në ka bo halal. Së në atina gjithë se halal, inshallah, në gjenet edhe ku është parajza veni ma i miri për ta. Se prindive është problem, mi dalë që thojnë hakut me... Normal, hakës është shumë problem mi dalë, vishë inshallah bilim nonës mu i dalim hakës, ma se babe se di sa kemi mujt, jemi munu ma të tonë mi dalë hakës, bilim nonës inshallah i dalim hakës, së duhet. A është letë mi dalë hakët? Kur si dalë hakës? Se jam prind vetë, kështu që 8 jemi, do me thonë, krejt jemi, na ka gëzu zotin, jemi të martum, na ka gëzu zotin me fëmije, me krejt, por kur hakësh nonës nuk i del, nonë jam vetë, po hakësh nonës kur së nëshmi dalë. As babes, për kundra zi as babes, se thoi nonës jo, veç as babes jo.
Çfarë mendimi ke për ata fëmijë që po I braktisnin prindit? Për ata fëmijëve që kisha përshëndet, I kisha thonë, këshironi prind çaj keni, se kur kanë mjë vdek, keni me pas mall për shafime, veç aromën me ani, unë hala, kam të teshat babi që nuk ishti me la, veç aromën jam një gaj. Edhe jam depresion për babën tem, që 3 vite vuj me depresionin edhe jam shtrena në spitalin psikiatrik, shkaku, që nuk po muj me paramenu që babi jam nuk ekziston mu. Do me thonë, ju kisha lutë që duni babën unë, sa ti keni gjallë, sa të muni, duni, respektoni se kur hakër s'keni mi u dalë. Depresionin si po e lufton? Është I vështirë? Po e kam burrin krah, vete, kam familjen, babën, nonën, do me thonë falem, ne? Nonën, motrat, vllaznit, kunatat, krejt familjarë, do me thonë burrit, tiren, përkrahin, kështot, po luftojnë, që po mu qiken, visa shumë, e përshëndes, kam qiken, I kam krejt për rreth, kam shumë mirë, I kam migjallart, I kam dojt, krejt do me thonë me krejt foli me enem, kështot jemi te për mirë, kështot që normal, do të më konë mirë, do të më mënu më bo mirë. Për në momentet që të ka ndru prindi jetë, do me thonë ti lufton me depresion? Po. Ti fillua ta marrësh pak vetën? Valla, jo, do me thonë ka 2 javë që kom 2 ditë që kom dalë për spitalit, po do më mënu. Po, fort, premto. Ke familje, në vetën tonë që... Ki kom premtu shumë, s'mu muna me premtu kështu publikisht se kur po më kujtu për hatër të mive, për hatër familjes të krejtë rrethit, po është si më konë shumë letë edhe më ka thirë lumi I babit edhe dhe më thonë pres gjithmonë, dhe më thonë se u hinë kom veta dhe pres gjithmonë që kam më shfarë diku kur po më kujtojnë ato gjana, po premtoj edhe poplin edhe familjen edhe kreti premtoj që ka më mundu më bue fort, që me thonë tjetër gjë. Për hirë gjithve, për hirë gjithve, kush nuk ka që me pa dikonin keqë, unë për veti po nisë napi vetit, për hirë gjithve ka më mundu më bue mirë sa ma mirë. Jeto me kujtimet e bukura që ti kalon prindi? Po, kam shumë kujtimet bukura me ta, kam tepër kujtimet mira me ta, kam zdi. Unë po them nuk mujtë mi dalë hakësh, inshallah na ka bo halal atina, s'ku mujtë mi dalë hakësh gjithsesi, por inshallah I dalë hakësh nonës. Një kujtim që e ruan sot me mendje? Me mendje kujtimin që ruaj që më ka shtruhu me shpi. Po. Ka bo me shpi prindi? Po. Binesht ka bo me shpi, jo mos I kam 2 binesht, me ngecë me zhvillim, jam pak me zhvillim vëndshëm, I kam pak me kështot, prana e shpin për kësaj përket nuk, jo mos I vajz, po direkt bineshtve jav ka gëzu shpinë edhe kujtimi maj mirë njëtë është që mi ka botmin me shpi. I lumë, për prindëri shëmbullor. Faleminderit shumë, respekte. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, lungoja, faleminderit shumë.